dhe Shkëlqim Goxha në krevin i shërbimit zjarfikës në Tiranë. Zoti Goxha, përshëndetje. Përshëndetje. Gjithçka është në kontroll, ne jemi në këtë transmetim të drejt për drejt, ka dhe forca zjarfikse, por banorët kanë pasur akuza se forcat zjarfikse nuk kishin ujë apo nuk arritën në kohë të shpëtonin bizneset e tyre. Sa për këtë ju e pat vetë edhe gjatë transmetimit ditën e djeshme, por ku pothuajse të gjitha mediat kanë qenë aty në vendin e ngjarjes, ne me të marrë njoftimin kemi vënë në lëvizje stacioni që është më afër vendit të ngjarjes, i cili është stacioni Kino Studios. Ka arritur në momentet e para në vendin e ngjarjes dhe duke parë për masat ka lajmëruar sallën operative dhe mbas kësaj janë vënë në lëvizje të gjitha kapacitetet e Bashkisë Tiranës. Përveç kapaciteteve të Bashkisë Tiranës, të zjarfikses të Bashkisë Tiranës, kanë qenë edhe zjarfiksit e Kamzës, zjarfiksit e Vorës, më vonë kanë ardhur ndihmë edhe nga Elbasani, nga forcat e armatosura, gjithashtu edhe të gjitha drejtoritë e Bashkisë Tiranës që kanë lidhje me emergjencat, kanë qenë në vendin e ngjarjes. Aty ka pasur sasi të mjaftueshme ujë që na janë vënë në dispozicion edhe nga bizneset, aty ka pasur burime hidrante në të dy krahët e biznesit. Gjithashtu edhe ndërmarrja e ujësisë kanalizime ka bërë një punë të shkëlqyer që na ka furnizuar ne gjatë gjithë kohës me ujë. Pra i garantoj të gjithë qytetarët që kanë kritika që shërbimi i zjarfikës ka bërë maksimumin dhe po ta gjykosh edhe nga vatra e zjarrit dhe nga zhvillimi i ngjarjes, e them me bindje që është plotësisht kështu siç them unë. Gjithsesi, zoti Goxha, keni pasur vështirësi për shkak sepse edhe vendosja e dy kapanorëve aty, edhe ndërtimet, edhe vështirësi për shembull pavarësisht mbritjes në kohë apo përpjekjeve, vështirësi për të arritur fikjen e zjarrit. Fillimisht, edhe nga pamjet që ju keni, forcat e shërbimit zjarfikës janë vendosur në dy korridoret e biznesit për ta izoluar vatrën e zjarrit. Por materialet që është ndërtuar objekti dhe ato që janë brenda në objekt që janë kryesisht plastike dhe rroba, e bënin të pamundur që të eliminojë vatra e zjarrit brenda objektit dhe njëkohësisht rrezikonte në maksimum jetën e punonjësve të shërbimit zjarfikës, sepse aty menjëherë filloi rrëzimi i pjesës lartë të tavanit. Kështu që ne kaluam në një plan duke diskutuar me të gjithë drejtuesit, aty ka qenë edhe drejtori i përgjithshëm i shërbimit zjarfikës, kanë qenë edhe të gjithë drejtuesit e sektorëve të Bashkisë Tiranës dhe duke diskutuar për mos të rrezikuar jetën e punonjësve dhe për të siguruar gjithë perimetrin dhe bizneset e tjera që janë në atë zonë, kaluam në planin që të izolojsh vatra e zjarrit vetëm brenda këtij objekti, gjë e cila është arritur mbas disa orësh luftime, pa ndërprerje nga gjitha forcat e shërbimit zjarfikës. Ju i keni pamjet aty ku ka pas autobote, automjete, forcat e shërbimit zjarfikës dhe nuk u lejuar që vatra e zjarrit të përhapësh në objektet e tjera. Po, si përfundim nuk është se u shpëtua gjë, u arrit të shpëtojë gjë, se nga pamje duket si gjithçka është shkrumbuar. Edhe tek ajo gjithçka e shkrumbuara kanë shpëtuar një pjesë e vogël e dyqanëve, mund të themi 5% e tregut, edhe brenda asaj vatre zjarri që pothuajse ishte pamundur që ta eliminojë, edhe aty ka shpëtuar diçka, por po të shikoni shumë afër atyre janë me 10 dyqane dhe bizneset të tjera që nëse nuk do izolojsh vatra e zjarrit aty, atëherë dëmi do të ishte shumë herë më i madh. Ajo është një zonë me dyqane, me biznese, dhe mund të shikoni edhe fare qartë që janë shumë afër njëras tjetrës. Është perimetri që krijuam ne, që eliminuam vatrën e zjarrit që nuk u përhap zjarri në dyqanet e tjera. Dhe këto dyqane ne i kemi të shpëtuar nga shërbimi zjarfikës. Goxha, duke përfituar nga kjo lidhje, po duke kujtuar pak dhe